Shumë i thoshte Miri, është filmi i jashtëzakonshëm. Ndërsa në Itali më kujtohet që ata gazetarët që kam qenë me Braçën dhe jo me Mirin, sepse bëhej takim i filmave të mesdheut. Dhe unë përveç nekrologjisë kisha edhe Duemrin tënd, që ishte regjisor Ibrahim Uçaj. Dhe prandaj kam qenë me Braçën dhe me një punonjëse tjetër të Kino Studios. Dhe gazetarëve italianë u bën dhe përshtypje që thoshte si ka mundësi nga një vend i varfër, e thonin ato, mendoj që mund të bëj një kinema e vogël, por kjo është kinema luksi, thoshte. Këtë film e bën një autor që është ngopur, ka një karrierë shumë të madhe dhe thotë do bëj një trill kinemaje tani dhe e bën këtë film. Dhe ju dukej shumë çudi që ne shkojmë për nekrologji. Po me filmin televiziv, ke eksperienca? Emblemën e dikurshme nuk kisha mbaruar shkollën, domethënë ishte akoma në pjesën e